Vetëm dje ne kemi vendosur 268 gjoba për individ, për treguar që nuk është ky qëllimi. Qëllimi nuk është mbushje markën me gjoba pisanjosësh. Jo. Qëllimi është për të dhënë një leksion që në Tiranë ne nuk e tolerojmë këtë. Dhe ndaj ju kërkoj ndihmë që ne të vazhdojmë me këtë punë. Edhe puna që bëhet është fantastike. Dje po numëroni me Klodin 1000 goma nga rrugët e Tiranës. Tani unë e kuptoj, o sa mirë me qenë shqiptar, fajin e ka greku, fajin e ka serbi. Pa hajde logjikojmë pak. Na e ka realisht armiku fajin për këtë? Ne pushtohemi nga gomat dhe nga plerat për ditë që i hedhin vetë. Na vjen armiku në shtëpi dhe na nxjerr gomat dhe i lën rrugë dhe na pushton ky lloj armiku? Pra, le të bëjmë politikë të madhe, edhe krenari të madhe, edhe turbofolk të madh për ndeshje futbolli. Dakord, po jo për menaxhimin e qytetit. Ne qytetet tona i ndosim vetë, ne lumenjt tona i ndosim vetë. Ne lulishtet tona i ndosim vetë, ne stacionet autobusit i ndosim vetë. Sot kemi vendosur me Klodin Tiranë dhe gjithë stafin tuaj 4000 kosha në total, kazan të mëdhenj dhe të vegjël.